Mbretëresha e Dëborës. Një herë një kohë, na ishin dy shokë, Kaj dhe Gerda. Ishin fqinj dera derës. Të dy miqtë i donin shumë lulet dhe kishin mbjell një trëndafil në oborin e përbashkët. Gjyshja e Kajit ju tregonte çdo ditë një histori. Një ditë, gjatë stinës së dimrit, gjyshja po u tregonte atyre historinë e mbretëreshës së Dëborës. Mbretëresha e Dëborës është një magjistare e pa shpirt. Ajo mund ta kthejë zemrën e një njeriu në akull dhe ta kthejë atë në shërbëtorin e saj. Ne duhet të shpëtojmë vetvete nga mbretëresha e Dëborës. Nëse ajo do të vinte këtu, do ta hidhja në flak dhe ajo do të bëhej mbretëresh uji. Dëgjova dikë tjetër duke qeshur. Kush është? Mos po qëndron dikush tek dritarja? Kaj hapi dritaren dhe pa nëse jashtë kishte ndonjë njeri. Binte Dëbor. Kajt i ra diçka në sy. Sytë e mi! Pas syrit, diçka e goditi në zemër. Zemra ime! Kaj, çfarë ndodhi? U lëndove? Nuk ka çfarë të duhet. I ka ndej. Gerda u mërsit shumë, pasi Kaj nuk ishte sjell kurrë me të në këtë mënyrë. Nga ajo ditë, Kaj nisi të sillej në mënyrë të çuditshme. Ai filloi ta shmangte Gerdën dhe t'i fliste asaj me arrogancë. Gerda nuk po I kuptonte sjelljet e Kajit. Një ditë, Kaj nxori slitën jashtë. Kaj, eja të luajmë së bashku. Jo, po shkoj të luaj me shok më të mëdhenj. Kaj, jemi shok të ngushtë. Përse nuk flet më me mua? Kaj nuk ja vuri veshin Gerdës dhe filloi të rrëshqas në slitën e tij. Gerda I shkonte nga pas, por ai ikte aq shpejt saqë e humbi nga syt. E zgënjur, Gerda u kthye në shtëpi. Slita e Kajit ecte shumë shpejt. Pa pritmas, një karrocë u shfaq përballë tij dhe e tërhoqi slitën me Kajin sipër. Fillimisht Kaj po argëtohej, por më pas ai nisi të friksohej. Karroca e çoi atë tek vendi I Dëborës. Kaj pa një kështjellë të madhe përballë tij. Dikush zbriti nga karroca. Ajo ishte mbretëresha e Dëborës. Mirë se erdhe. Në vendin e Dëborës, Kaj. Përpara se Kaj të hapte gojen, mbretëresha e Borës I vuri dorën në kokë. Magjia bëri që Kaj t'i bindej mbretëreshës së Dëborës dhe ta ndjek atë te kështjella e saj pa kundërshtuar. Gerda po e priste Kajin, por ai nuk u kthye. Ajo u përpoq ta kërkonte atë, por nuk mund ta gjente në asnjë vend. Kur erdhi vera, Gerda vendosi ta kërkonte Kajin për ta sjellë atë në shtëpi dhe I tregoi gjyshes për këtë vendim. Gerda, ti je një vajzë e guximshme. Do ta gjesh patjetër. Faleminderit, gjyshe. Merre këtë pasqyrë me vete. Mund të ndihmoj. Me pasqyrën me vete, Gerda filloi udhëtimin e saj në kërkim të Kajit. Kërkimi I saj e çoi atë shumë larg shtëpisë. Gjatë rrugës, pyeti zogjt, kafshët, pemët dhe erën nëse ata e kishin parë ndonjëherë Kajin. Askush nuk e kishte parë atë, por Gerda nuk u dorëzua dhe vazhdoi të ecte. Pasi eci shumë, ajo mbërriti në brigjet e një lumi. Askush nuk ishte aty. Gerda u mendua pak dhe ju drejtua lumit. I dashur lum, të lutem më thuaj nëse e ke parë mikun tim të ngushtë Kajin. Ka ca kohë që ka humbur. Priti, por nuk mori përgjigje. Ajo u zgënjye dhe gati për të ikur nga ai vend. Kur befas, u shfaq një pulbardh dhe qëndroi në shpatullat e saj. Unë mund të ndihmoj, po më parë duhet të më japësh diçka. Pulbardha fluturoi tej. Gerda mendoi se ishte një lajm nga lumi. Ajo hoqi varsën nga qafa dhe e hodhi në lum. Pa pritur, një vark po vinte drejt saj duke lundruar. Varka ishte bosh. Gerda hypi në vark dhe varka filloi të lëvizte vetë. Ajo e çoi Gerdën tek bregu tjetër I lumit. Gerda zbriti nga varka dhe I gjeti vetëm përballë një kopshti. Ishte një kopsht shumë I bukur, me lule të ndryshme. Ajo nuk ishte parë kur kaq shumë lule të ndryshme në jetën e saj. Gerda u kënaq shumë duke parë. Por ajo vuri re
se lulet nuk kishin aromë. Më pas, një zonjë po vinte drejt saj. Mirë se erdhe, vogëlushe. Faleminderit. Kush je ti, moj vajze vogël? Dhe që mirë të solli këtej? Quhem Gerda, po kërkoj mikun tim Kain. Mos e keni parë gjë ju? Kaj? Oh, jo. Nuk ma merr mendja. Oh, më duhet të iki pra. Më falni për shqetësimin. Prit të lutem. Çfarë that ju? Kaj? Më duket se e kam parë një djalë duke kaluar këndej rrotull. Ec me mua dhe të tregoj se çfarë ndodhi. Zonja i ofroi çaj të ngrohtë. Gerda i tregoi se si u shtuk Kaj. Ajo shprehu dyshimet e saj rreth mbretëreshës së Dëborës. Mbretëresha e Dëborës? Ajo është një magjistare. Për fat të saj të gjitha lulet kanë humbur erën e tyre. Më duhet t'i jap një mësim të mirë. Mbas pak, zonja filloi të kreh flokët e Gerdës. Ajo mbante një krahër magjik. Në fakt, zonja donte që Gerda të qëndronte gjatë me të, pasi ajo ishte vetmuar. Nëpërmjet krahërit magjik, ajo fshiu kujtesën e Gerdës. Gerda ra në gjumë, dhe kur u zgjua, ajo nuk mbante mend asgjë. Po ku jam unë? Ju jeni me mua, e dashur, në kopshtin tim. Por magjia e zonjës nuk funksionoi në shpirtin e mirë të Gerdës. Sa po pa trëndafilat në kapelen e zonjës, ajo u kujtua për Kain dhe për çdo gjë rreth tij. Do të nisem të kërkojnë Kain sa më shpejt të mundem. Do të largohem. Zonja u përpoq ta ndaloj Gerdën që të qëndronte, por Gerda kishte vendosur të ikte. Gerda! Ajo u rikthye tek varka dhe ul në të. Menjëherë, varka nisi të lundronte, por ajo nuk dinte se ku po shkonte. Oh, lum! Të lutem më ndihmo të gjej rrugën. Nuk e kishte mbaruar akoma lutjen, një korb i fluturoi mbi kokë dhe i tregoi që duhet të shkonte në veri. Gerda e ndoqi korbin për ca kohë. Ajo udhëtoi në detet e ngrira dhe takoi një anije. Gerda hypi në anije. Val, do të më çojë kjo anije te kështjella e mbretëreshës së Borës? Një vajzë pirate kërceu para Gerdës. Vajzë vogël, keni humbur rrugën? Keni hypur në një anije pirate. Gerda i tregoi çdo gjë për Kain dhe mbretëreshën e Dëborës. Vajza pirate ndjeu dëmshuri për të. Nuk mund ta nxirrni Kain jashtë nga kështjella e mbretëreshës së Dëborës. Hiq dorë. Unë do ta gjej me patjetër. Nuk mund ta lëm mikun tim në telashe. Në fakt, unë nuk kam asnjë mik, kështu që dua të rish me mua. Por, me që po më bën përshtypje qëndrimi yt i mirë, unë vendosa të ndihmoj. Mëngjesin tjetër, vajza pirate solli një dre për Gerdën. Ky është dreri më i shpejt në të gjithë mbretërinë e Dëborës. Ai do të çojë në kështjellën e mbretëreshës së Dëborës. Oh, faleminderit! Kur ta takosh atë magjistaren e akullit, jepi një mësim të mirë. Gerda hypi dhe ngau drerin. Pas një rrugtimi të gjatë, Gerda gjeti një iglu, ku po qëndronte një plak. E ke theu pasqyrën, kështu? Gerda u çudit shumë kur dëgjoi këto fjalë. Ajo u çudit se nga e dinte burri vjetër për pasqyrën. Ajo e nxori pasqyrën dhe ja tregoi burrit të mençur. A do më ndihmoj ta mund mbretëreshën e Borës? Jo, kjo është një pasqyrë magjike. Tregon të vërtetën. Asgjë tjetër përveç se të vërtetës. Dhe i moshuari i mençur i tregoi Gerdës se kush ishte mbretëresha e Dëborës. Kur mbretëresha e Dëborës ishte vajzë e vogël, ajo ishte e këndshme dhe e gëzuar. Kudo ku shkonte çelnin lulet. Kur ajo qeshte, sytë e saj shkëlqenin si rreze drite. Ajo nuk e kishte shoqen, e kishte emrin Leila. Por të gjithë mendonin se Leila ishte shtrig. Për këtë arsye askush nuk lejonte që fëmijët të luanin apo të flisnin asaj. U rrit e vetmuar dhe e brengosur. Shpejt filloi të urrej gjithçka dhe gjithkënd përreth saj. Një ditë, ajo shprehu një dëshirë. Çdo njeri që do flas për mua do ta kthej në akull.
dhe ndërtoi një kështjell të akullt shumë larg nga të gjithë. U rrit krejt e vetme, pa dashuri e gëzim në jetën e saj. Të lutem, mos e vrit atë, vrit mendimet e saj djallëzore, dhe pasqyra jote magjike do të ndihmojë për këtë. Nëse ti arrin t'i kujtosh se kush ka qenë ajo vërtet, mund të shpëtosh mikun tënd Kain. Gerda arriti te kështjella e mbretëreshës së Borës. Ajo gjeti Kain në një kënd. Ai po bënte një skulptur akulli. Oh, Kai! Sa e lumtur jam që të takova! Jam unë, Gerda! Nuk më njeh mua? Kai! Kai i hodhi një vështrim, por nuk e njoh. Menjëherë mbretëresha e Borës u shfaq nga hiçi. Si çdo gjë tjetër këtu, zemra e tij është kthyer në akull. Ik tani, ai është kthyer në sklavin tim. Lëre atë, ose do të kthej dhe ty në akull. Kai, të lutem ktheu. Më ka marrë malli. Erdha të marrë të çoj në shtëpi. Ikim. Lotët e Gerdës ranë mbi dorën e Kait. Ngrohtësia dhe dashuria e bën efektin e tyre. Kait dal nga dal filluan t'i ktheheshin kujtimet. Gerda? Oh, unë të njoh ty. Më kujtohet çdo gjë. Mbretëresha e Borës e gjindosur me atë që i pa në syt, mori shkopin e saj magjik dhe e mallkoi Gerdën. Gerda nxori pasqyrën e saj magjike dhe e mbajti kundër mallkimit. Mallkimi u zhduk. Mbretëresha e Borës hodhi vështrimin tek pasqyra e Gerdës. Ajo çka pa nuk ishte fytyra e saj, ishte fytyra e një vajze të vogël. Për një herë, mbretëresha e Borës u kthye në një vajzë të vogël sërish. Ju faleminderit, Kai dhe Gerda. Faleminderit që më kujtuat se kush jam. Ju më çliruat nga mendimet e mia djallëzore. Kai dhe Gerda u përshëndetën me Lelën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre.